Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Albikej TV, mirë se keni ardhur në Personazh Alb, me këtë puntatë shumë speciale të ditës së shtunë. Them drejtën, gjitha puntatat pa diskutim që janë speciale sepse të ftuarit janë gjithmonë special, por nata e sotme ka rezervuar një personazh shumë speciale. Ajo ka lidhje të drejtë për drejtë me Eurovisionin që do zhvillohet vetëm pak orë më vonë. Na përshëndet në këto momente nga Italia fshinje me Shqipërinë, Cecilia Laca. Mirëmbrëma, mirë se erdhe i dashur, faleminderit shumë. Ke pranuar një ftesë shumë të shpejtë dhe unë të falenderoj shumë për zëvendësisht. Faleminderit për ju dhe mirëmbrëma të gjithëve telespektatorëve. Faleminderit shumë e dashur dhe i kërkojmë patjetër, kam dëshirë që t'i kërkoj ndjesë edhe personi që ka qenë i ftuar, ka qenë i projektuar që t'jetë i ftuar në natën e sotme, por duke qenë se kishim Eurovisionin, i kemi ndruar këto puntata. Besoj që nuk ka për qenë asnjëherë problem, unë i kërkova falje publike, besoj që edhe ti bashkëngjitesh me faljen time, aty po na përshëndet edhe bukuroshja jote. Nuk na mend shqyqër se... E ka nxjerr kokën e vogël aty, jeta mamit ti. Mirë, Cecilia, unë kam dëshirë, duke qenë se kemi aq shumë gjëra të bukura për të cekur, për diskutuar, ka përqenë një puntat me të vërtet shumë interesante. Kemi menduar, e dashur Cecilia, që ta ndajmë këtë puntat në dy pjesë shumë të rëndësishme. Pra, në pjesën e parë njihemi kush është Cecilia për gjithë ato persona që nuk të njohin, dhe për pjesën tjetër ne do ndalemi fuqishëm tek Eurovisioni. Kemi një arsye shumë të madhe, përveç se është Shkodra elektronike, përveç se është nga Shkodra, përveç se përfaqësohet Shqipëria si rrallë herë dinjësisht, por ka dhe një element që unë kam shumë dëshirë ta lë surprizë, që do e zbulojmë së bashku vetëm pas pak minutash, por jo tani. Je dakord me mua? Jam dakord krejt. Cecilia e dashur na trego pak cila është prejardhja jote familjare. Atëherë, unë kam lejnë Shkodër, familje shkodrane, jam rritë në Shkodër, fëminin teme kam bërë në Shkodër në rreth viteve 80-85, deri në vitin 92, sa u hapë në kufit, prind të mi vendosne me më qu në Itali me vazhdu studimet. Sepse Italia për muzikë është një ndër vendet më të rëndësishëm për muzikë klasike. Unë kam studiu violin, shkollë të muzikës, Prenkjakova, edhe kam vazhdu edhe në Itali. Kam fillu me mamën teme, edhe me mësuse Valdit Hoxhën në Shkodër, që e përqafoj shumë. Patjetër, e përshëndesim, patjetër. Edhe kam vazhdu në Itali. Në Itali, në konservator, kam marru konservatorin. Po, një sekundë dashur, se po mi kalon aq shpejt ato etapa që... Më falë. Të lutem se pastaj mbritëm në Eurovision pa filluar fare të këti. Jo, nasim nërë. Cecilia, nga prejardhja jote familjare, do na tregosh diçka nga nëna dhe nga babai, diçka nga historia, duke qenë se jeni shkodrant mirë fillt. Po. E kisha shumë dëshirë të dija diçka pak më shumë. Po, di nga ana mamës teme, familja mamës teme janë marrë tonë me muzikë. Të fillu të dajat e mi, daja jem, një daj e ka emrin Cin Simoni, ka kënë violina parë, themeluese e orkestrë radio-televizionit shqiptar. E ka ratje, si violinë parë, si spalla, si koncertmajster, deri në vitet 90, edhe ajo mësën e ka ikë. Edhe daja tjetër ka kënë John Simoni, kompozitor me famë. I shuar. E që fatkeqësisht nuk ashtë mami disnesh. Edhe tezja jem e pianiste. Mami jem i ka ra në orkestrët radios, violës, për disa vjetë të mira. Mësën e ka ra në Shkodër, edhe ka la në mësim në shkollën e muzikës, Prenkjakova. Ana babs, baba jem i ka ra oboes, por mësën e nuk e ka vazhdua të rrugë, edhe a marrë me gjëra tjera. Me gjëra tjera. Mirë e dashur, na tregove diçka kështu të shpejt të përmbledhur nga prejardhja familjare. Cili do t'ishte ai momenti i bukur që do t'kishe shumë dëshirë ta përzgjedhje dhe ta ndaje me teleshikuesin diçka të bukur, them, nga fëmijëria jote, nëse mban mend për shembull kur ti ke qenë 2-3 vjeçë, 4-5 vjeçë, 6-7, nuk e di cili është kujtimi që ti arrin ta kujtosh sot e kësaj dite, një moment bukur të veçantë. Momentet ma të bukura janë në familja, jo dihet. Në familja jeme më ka shty, më ka
më ka mbështet me ba gjithë që, edhe unë kam marrë, si me thanë, kam marrë shemull nga, unë jam ma e vogla në familje, kam 2 vlezën, edhe kam marrë shemull nga vlezit e mi, edhe shkollën e muzikë, dhe kam ba me njenin prej atyne 2-ve, që i përshëndesin pa tjetër shumë. Edhe, ka që në thanë, fëmija jem është, kam kujtimet ma të bukra, nuk kam një kujtim. Kam shumë kujtime, kanë qenë shumëta. Disa, po. Pra, nëse mund ta themi, ta përkufizoj i dashur që fëmijëria jote ka qenë shumë e pasur dhe elementi kryesor i asaj fëmijërie ka qenë pikërisht familja, apo jo? Po. Pra, gjërat e bukura janë bazuar pikërisht aty. Mirë, ti u shkpute shumë e re nga Shqipëria, por asnjëherë me zemër dhe me mendje, vetëm fizikisht. Po. Dhe kjo e tregon më së miri edhe tradita edhe patjetër e tregon më së miri edhe dialekti shkodran që ti ke ruajtur në perfekcion, që unë kështu live publikisht të përgëzoj pafund. Faleminderit, edhe kam një krenari të vogël personale. Vogël pak si të madhe, ha? Kam këtë vajzë që shifri që i shkon këdhe janë, i kam mësu shkodranqen me fol, me kokë fortësi. Ashtë shumë e zorshme, sepse jeton në Itali, shkollë Itali, burri jam ashtë bashkëkorti ashtë italian. Aty edhe vështirësohet situata më tepër. Vështirësohet krejt, por e kam mësu shkodranqe me folë. Bravo, seriozisht, bravo. E dashur, erdhi momenti që ti duhej të shkputesh nga Shqipëria. Si e mori si informacion, si tu servir nga prindërit informacioni, si e prite? Prindërit e mi kanë miqësi, kanë pas miqësi me familjen baba. Një profesor që tesh nuk ashtë ma midis nesh, Enrik Baba, person i mrekullueshëm. Ka vajzen pianiste, Dea Baben, kina kanë shkollë me Dejan, edhe familja jeme me profesor Enrikon, kanë vendos me na flitshin gjithmonë se si t'ja rregullojmë të ardhmen këtyne 2 vajzave. Edhe kanë gjetë këtë mënyrë, këtë zgjidhje, edhe ne e kina marrë shumë e qefë. Do më thanë, unë s'kam kenë vetëm, po kam kenë me shoqen teme, Deja Baben, që e kam si motër. E kam si motër, edhe bambas me pak e ndeja, unë nuk e di se si kishte mund të shku. E përshëndes dhe nuk i di, do ta kemi në puntatat në vijim, nuk i dihet kur. Po, është pianiste mrekullueshme, jeton në Amerikë, ka 2 djem pianistë excepcionali. Të shkëlqyer, patjetër. Mirë e dashur, momenti i nisjes. Kam dëshirë të ndalem vetëm pak sekonda, 1 minutë, diçka e tillë, tek momenti që jeni nisur nga Shqipëria për në Itali. Si e kujton, si e përshkruan? Ne jemi nis 2 herë. 2 herë, mirë. Herën e parë mungoj një dokument, i personit që për cilë se prindët e mi nuk erdhën me ne, ishte shumë e zorshme në vitet 92 me ikë nga Shqipnia me dokumente, me gjana. Na kishim një vizë për studim, edhe kur shkume mungote një vula, nuk e di se qa. Një diçka e vogël, që u bë pengesë. U bë pengesë shkume deri në atje, në mas në prep mrapa. Në më thonë, nisja ka kanë pak e zorshme, me emocione, kur në minutë fundet, jo s'ke mu nisë, hajtë mirë, po këthehem. Po këthena, me traget kena shku, kam kënë shumë emocion, sepse kam di që shkolla maron, kam kënë 15 vjeqe, shkolla do të marote 23, 24, kështu që me kalu tanë këto vjetë jashtë Shqipnijet, me menu vedin që u këthesha ka që malë, mu dukte malë vedin atëherë, ishte shumë e çuditshme. Nga njëna anë kishim dëshirë me pa botën, se dhe mosha... Pa diskutim, nëse normale. Nga tjetra anë kishim edhe frikë, sepse Shqipënia kishte mejtë myllën për tanë ato vitës, kishim dalë kur, kështë që ishte pak me angë. Besoj që ka qenë e vështirë edhe për ty, por jo atë shumë e vështirë për ty sa ka qenë e vështirë për prindërit. Unë mendoj, sepse ti ke qenë atë vrullin e 15 vjeçare, gjithandej, kurse nëna babaj dhe nuk duhet të harrojmë që asaj kohe fatkeqësi e madhe për popullin shqiptar, ka qenë shumë e zhvilluar fakti, si quhet, fenomeni trafikimit të qenjeve njerëzore. Ka qenë një, unë e mbaj mend pak si turbull, nuk e mbaj mend shumë qartë, po pak më vonë që mori zhvillim edhe më të madh, fatkeqësi, absolutisht që fatkeqësia vazhdoi për disa vite.
dhe kuptohet që vështirësia dhe për prindit ka qenë shumë e madhe. Pastaj çfarë ndodhi me ty? Mbrite në Itali për herë dytë? Edhe... Sa ty s'keni pas as telefon, as i gjë? Shumë e vështirë, kaka, me letra, në fillim me letra. Me post. Por, printe mi, me printe Deja Babs, na kanë, si thohet është, na kanë afidu një familjes italiane. Ju kanë besuar, pra ju jeni besuar tek një familje italiane. Po. Edhe kemi jetu aty tanë, shkollën e kemi aty, familje, alla jo, e mrekullueshme, që jashtë kujdes për ne me të gjitha. Kështu që e ka kanë e zorshme, por ka njerëz që i kanë kaluar shumë më keq se ne. Pa diskutim, pa diskutim. Kemi kanë të mbrojtur nga ana humane, nga ana emocionale. E kam qartë. Si vijoi jeta jote, Cecilia? Jeta jeme, ato vite ishin pak të vështira, sepse u shkruame në shkollë italiane, në gjimnaz italian, edhe në të njëjtën kohë frekuentuam konservatorin italian. Do të bashim dy shkolla, bana dy shkolla. Paralelisht, i bëje dy shkollat paralelisht e dashur? Po, paralelisht. Mes shkollën e mesme, gjimnazin, e mas dite konservatorin. Bravo. Ka një fije zorshme, sepse s'kisha kohë me ba kur gja. Plus, italishte nuk e disha, po prapë jo për shkollë. Pra ke ditur një italishte, një gjuhë italiane të përgjithshme. Po, nga televizori. Aty duhej akademike. Po, bravo. Ashtu. Por, maruna ato vjetë më kanë formu, sigurisht. Sa vite kanë qenë ato i dashur? Kjo eksperiencë, kjo vështirësi me dy shkollë paralelisht, për sa vite e kënë ndjekur këtë? 4-5 vjetë, paka shumë. Kam marru ma për para konservatorin se sa shkollën e mesme. Shkolla mesme në Italia është 5 vjetë. Po. Konservatorin ishim bojagin nivel të naltë, sepse Shqipnia ka formu instrumentista të shkëlqyshëm. Ne nuk e kemi ditë në fillim. Anë e parë botës do e gjejmë nga një shqiptar suksesshëm. Po, ashtu. Kështu që ne ishim bojagin mirë, edhe marru me ma për para konservatorin dhe meti një vit për shkollën e mesme. Por, mas konservatorit, profesori jem më qoj drejt Akademia e Salvatore Accardos, që është një nër violinistat ma të mirë, sidomos aty në viteve. Edhe shkova me ba specializim të Accardoja për 6 vjetë. Ato kanë vite shumë të bukra. Accardoja me nxansat e ti ka formu një orkester. Edhe me atë orkester kemi ardhur në Tiranë në vitin 2000, duke të 2001, nuk e maj mend. Në Akademinë e Lartë të Artëve me ba koncerte, ka kanë me vërtet një kujtim shumë i bukur. Publiku i Tiranës, publiku shqiptar, ka kanë një nër publik ma të ngrohtë e ma dashamirës të gjithë publikëve që kena taku në për koncerte. Dhe me thanë, unë ishe krenare. Pa diskutim. Çdo kush jo vetëm ti. Familja e qytetit, gjithë Shqiptaria, pa diskutim. Po. Pastaj Paka shumë. Pastaj i dashur si vijoi jeta jote? Pati diçka ndryshim në jetën tënde në karrierë? Pati ndryshim se unë bana konkurs për me hi si violin e parë në orkestrën e San Carlos të Napolit. 2006 e fitova. Edhe ajo është një ndër momentet më të bukur të jetës time. Më decisive dhe më të bukura më të karriera. Po pse u shkute pikrisht nga Milano në Napoli, nga Napoli në Torino, andej këndej? Çfarë ndodhi me ty? Pse ke Në Torino njofta lira bana disa koncerte në orkestër edhe njofta bashkëshortin tem, edhe meti zemra aty. Tani do ndalemi, tani të pozicionohemi mirë, tani do ndalemi. Po si njohë bashkëshortin, na trego tash mos ta i kalo këto gjëra kështu shpejt e shpejt. Mirë, po ai është flautist, është flauti i parë i orkestrës të Teatro Regio di Torino. Pra, ju jeni bashkë në të njëjtën orkestër tek ajo orkestra madhe, ju jeni të dy pjesëtar të asaj orkestre. Po, ashtu. Edhe më pëlqej si tip, ishte tip simpatik. Tip simpatik. Këtu Piemontez, në Piemonte janë bojagi njerëz kështu, jo shumë të qeshun,
fjesit kjam, po thot në Shkodër. Fjesit kjam. Qik turbo. Qik me re. Janë punëtor, janë shumë punëtor, merren me punë, por më nga një fje, ka një humor ndryshe, kështu batutat ftofta, pak a shumë si angles ndoshta. Po si e gjejtë ti këto njeriu simpatik në mes gjitha ti? Prit. Ajo, kure, ai ishte i vetmi që bante zhurmë në orkestër, që flitë, dhe binte në sy patjetër. Film rancu, thash, ku kena ka thërë si Shkodran. Edhe, me vërtet, kur kam njoft familjen nga ana nanës të ti, më kujtojnë shumë familjen teme. Hallat e mija, tezet e mija, pra, gja shumë kurioze. Edhe, ishte mësë nej, not mas notet. Not pas notet, bët këngën. Mirë dashur, keni realizuar një fejes martes tradicionale shqiptare, italiane, apo shqiptaro-italiane, apo qëfar? Të dyja kemi bërë. Një fest Itali, mëse kena ardhën në turizm të Shkodës, me bërë një fest të male. Ka lusim jetë, janë 10 vjetë që jam artu. O, sa bukur, edhe i 100 do zot. Dhe unë jam shumë e lumtur për arritet e tua, edhe për jetën tënde, por jo vetëm tënde individuale, të jemi qartë, të tuat në përgjithësi, në tërësi, por për momentin vetëm të tuat, në pjesën e dytë e emocionit, do të zbulojmë edhe për... Do të zbulojmë edhe pse jemi të lumtur për arritjet e juaja, jo të tuat në... Rego. Mirë dashur, do të kisha dëshirë të na tregoj diçka shpejt e shpejt nga momenti kur ti je bërë nën për herë të parë. Si do e përshkruash atë momentin që ndoshta shumë kush nuk e përshkruan dot, sepse është një gëzim i pa përshkruashëm ndonjëherë, i pa përshkruashëm, por që ndoshta Cecilia do na përshkruaj në një mënyrë, nuk e di. Po, ka një gëzim i madh. Kam dëshiru me pas një familje me fëmijë, qysh e vogël. Okej. Por jeta pak a shumë e tanë shqiptarve. Pa diskutim. Nuk është as pak e lehtë. Kena mendu me realizu vedin, nuk kena mendu me kriju vetëm familje, kena mendu ta mëstan ato sakrificave që kanë ba prind për ne edhe ne mësë ne kena lanë vedit, kena mendu mu realizu. Por një shej vendet, thot njëri, okej, u realizova, bana koncerte, këneja, por m'duhen gjak të gjana, nuk janë gjana, si me thanë, për mu, kaq që mund të ma mushin jetën. Du sigurisht familje me fëmijë. Kështu që momenti, ma i bukar jo djetë, kur e kam kuptu që po pritësha një fëmijë. Kam kënë Shkodër, tamam. Mësë në e burë, di bashkëqortit me telefon, kam ba koncertet deri në minutë funit, me vajzë, në bark. Mësë në e momenti aty për aty, janë momente që ka që janë të përvlojnë memen, por unë e maj mend një gjatë bukur, kur kam dalë me vajzë nga spitali, e kam një vedin, sikur, nuk e di, ku isha një sikur ke gjithë botën me vete. Po, kam gjithë botën, mu dukshin sikur tanë, po më shifshin mua, thosha me, shifni sa gjatë, të mrekullushme. Sa gjatë bukër kam bërë. Zoti ka bërë në përmjet jush, patjetër. Edhe akoma që dalë me vajzë dora, gjithmonë jam e lumtur për këtë gjamë. Në djetë jeta, patjetër. Pra ti, Cecilia, ke vetëm një vajzë? Një vajzë kam. Po se jena kujtu vonë, më thëmë. Jo, asë njëherë nuk është vonë, kur më stue e kur, po kjo vajza do ketë një vëlla apo një motër? Jo, se besoj. Duke pare, duke bërë. Ha, mos stue e kur të kur, ama të qeshe. Nuk e dihet. Mire, dashur, pas realizimit asaj gjëst madhe që ti kishe realizuar një karrierë, një shkollë, një jetë shumë qka të bukur, gjithandej, por që realizove që shia mbitor t'ishte vajza. Pastaj, për që juar këtë tortën e bukur, si vjo jeta jote, pate ndë një moment tjetër magjik në karrierë, në familje, në shoqëri, në mitësi, nuk e di. Deri sa ka fillu shkollën vajzën, para një vjeti, 2 vjeç, unë kam vazhdu me punu në San Carlo të Napolit, me vajzën e vedi. Gjdo koncert që kam ba, unë e marrë vajzën e vedi. Wow!
Gjithmonë. Tesh ti Si ka është fillu vajza mos me më shku në muzikën? shkollë. Si mendoj që është me muzikën? Si mendon ti? Vajz i kam fillu violinë. Ka talent, ajo dihet, ka Po vesh, pa i diskutim, pëlqen. se ajo ka qenë pa Por- dal njetë, ka qenë në për spektakle, në për koncerte. Por është e zorshme fëmija, nuk kanë qejf mu shtru me studiu me orë. Fatkeqësisht brezi sotëm jo. Po, instrumenti don sakrificë. Do përkushtim. Por edhe i thot tjerëve, i thot, bjen violinë, si thonë tjerë, sa bukur, po i thot, mama ma ka ba oblig. Detyrim. Detyrim, më detyron mama, i thot tanëve. Po, ti nuk mendon që mund të ketë një të ardhme në violinë, pra mund të ketë një të ardhme pikërisht në instrument, apo duke parë, duke bërë, apo... Jo, unë kam qejf që të studiojnë mirë violinë edhe deri 11-12 ta mësojnë violinën shkëlqyshe. Mësën e do të shofim. Pra, me sa po kuptoj Cecilia Laca, nuk është nga ato mama që i thojnë fëmijëve që tani kjo është jeta, me vështirësi, me up and down sa duash, me ullje zbritje sa duash, por që unë kam dëshirë, ne si prindër kemi dëshirë që ti si fëmijë joni të bësh, të realizosh me jetën tënde atë çka ti ke për talent, atë çka ti e realizon më bukur, atë çka mund të merret dhe ti jesh i suksesshëm etj etj. Kurse me sa po kuptojmë Cecilia është fiks te violina o s'ka? Jo, nuk është fiks te violina. Kam qejf që një instrument ta studiojnë mirë, sepse Okej, fëmija që ta vegjël ketë një instrument, okej. ta ketë një instrument. Fëmija vegjël e kanë shumë të zorshme me mësuar. Po se mësune në këto vitet e para, pak si ty lujt, pak si ty qesh, pak si të pa kujtu, është shumë ma e zorshme me ba ma vonë. Është e vërtet. Mirë e dashur. Kur në kjo se nuk dënë ma nuk e banë marë. Okej, nuk do e shtysh më shumë. Jo. Deri 11-12 shtymet, mësë ndaj nuk mund të shtymet ma. Se s'mundesh më, jo për gjë, hasti asun. Ashtu është. Nuk mundemi pastaj. Mirë e dashur, cila është një ditë e jotja normale? Një ditë, unë japë mësim konservator, jam profesorish konservatori, në mjes shkoj në konservator, japë mësim nxënësave, kthehem, në shtëpi vjen Ariana ka me vajza nga shkolla, ban një pushim të vogël, ban një fje muhabet, aja më difton ditën e saj, studiojmë pak violin, herë me qejf, herë pa qejf, mësë në ishtu, detyrat e shpis, gjanat vogla që batë të shpi. Ariana në vend me fjetë, mësë në një fje gjysoret, 3 qerekoret në darkë, me një fje me bashortin, makar i fje muhabet, me diskutu gjanat një me tjetërin. Po se nga qemi t'impenjuar me shumë punë e kuptohet, nëse natyrshëm. Paka shumë ashtë kështu. Ose, kur kam thrasin në orkester, mësë në i punoj në orkester, në varet, si më thamë. Në varësi të... Nuk kam një rutin, kjo është gjaja që më shqetëson kaj herë. Nuk kam një moment, një ditë, njësoj me i tjetër. Po, a mendon që është, ku t'i qonë, ndoshta është më mirë se sa të kesh rutinën, apo rutina duhet? Po, e mendoj, jo, e mendoj. Kaj herë, thamë, i fje rutin duhet, por maks më mirë ashtu. E di si mendoj unë e dashur, sepse këshu është njeriu i shkrejt. Ato që ka, ato nuk i vlerëson, por kërkon diçka tjetër. A i që, unë që kam rutinën, unë them si kur t'ishta si Cecilia, që se ka rutinën. Cecilia shkrejt, nuk e ka rutinën, por e kërkon, po aha. Kaj hashtu, atëherë nuk po në kohë, as unë as ti. A di si po më duke kjo, Cecilia, kjo situata ime dhe jotja këshu si puna kaqorelave. Kush i ka flokët e drejt, do kaqorela. Ashtu. Kush ka kaqorela do drejt, kështu që, mire dashur. Unë kam përgjedhur pak fotografi, kam dëshirë që i komentojmë zbashku, dhe nga të ne do t'informohemi që cila është lidhja e Cecilia Lacës me 1, 2, 3 pjesëtar, nuk e di të atyre fotografive që kemi përzgjedhur, dhe pas taj do ndalemi, pasit komentojmë fotografit, do ndalim tek Eurovisioni. Okej? Në rego. Mire dashur, të ndjekim fotografit, i komentojmë zbashku dhe do të jemi sërish në shtudje vetëm pas pak. Në rego. Besoj që i kemi tani, në këto qaste, vetëm të presim, vetëm pak sekunda,
Mos u mërzit të lutem e dashur. Jo, dispozicion tuj. Ta natën. Dispozicion. Shu gracil si ma bërë në ditën e sot, më thuaj. Do 35 minuta. Apo nuk e di, në jo në është ashtë ora 8, nuk e di. Po, se ne në Angli jemi një orë pas pjesës tjetër të Europës, pra Shqipëri, Itali e tjetër. Kështu që unë jam këtu në studio, mirë presë të fotografitë e përzgjedhura. Një fotografi disa dekada më parë, bardhëzi, një gjë e bukur me violin, një gjë e bukur me në piano. Po, unë jam këtu në violin, në piano është Elda Laro. Një pianiste shkëlqyme shkodrane, ka shku, ajo ka, për mu ka një idhull Elda, sepse ka ik shpejt nga shkolla jonë, edhe ka ardhë pikrisht në Itali. Të shti Elda, ka ba karrierë në Itali, të shi ajo është në Gjermani, në Berlin. Është maestro korrepetitor në operat Berlinës. Fantastike. Koncertet e para në shkollë muzikë. Bravo. Mendimin të ndë. Po, tamam. Kështu do të ndihmojmë njëri tjetrin, s'paku të impenjohemi, pse jo të mbështesim njëri tjetrin, ta suportojmë. Elda është vajzë fantastike. E përshëndes forte, do t'jetë një kënaqësi e veçantë që ta kemi të ftuar në emisionet në vijim. Mirë, vijojmë te diçka tjetër e përzgjedhur. E kemi përzgjedhur nga një arkiv goxha e madhe e fotografive që më janë vënë në dispozicion. Kemi përzgjedhur disa. Besoj që do t'jetë tani fotografia që është e bukur. Po, unë shoh vetëm gjysën, por s'ka gjë. E shoh aprit, më falje. Pa të shë pash, gjysën tjetër. Këtu jam në orkestrën, këtu jam në teatrin San Carlo, që kam punu gati 20 vjetë, në Napoli. Është teatri i Napolit, është teatri më i vjetër i Europës. Në Europë. 1737. Wow. Shqipëria shkrejt ateres asë që ka egzistuar në... Ka egzistuar Shqipëria si shtet, po, e kisha fjallën nga që ka qënë në nësundimin turk. Të shi, kështu është gjitha me rallë, dhe ka rallin tani Shqipënia, sante. Të shpresojmë, ashtu të lungoja. Mirë, dashur, kalem të një tjetër moment i përzgjedhur, o sa e bukur kjo? Këtu jam në San Carlo, të Napolit. Më duket në një intervjisë, edhe këtu ishim gati për një intervjisë, edhe mbarë një 2 foto. Dhe kjo violina që është gjithmonë me ty, sa vite ka me ty? Violina jeme. Kam qysh në vitin... Kam kanë 6 vjeqe. Dhe është e njëjta violinë? Jo, fëmijët e vegjël kanë violinë... Se ato kanë 1/4, 2/4, 3/4, si quhen, si e mëtojnë. Edhe në Shqipëni, në Itali, kemi ardhur tanë shqiptarët, shumë 99.99% shqiptarët kanë ardhur me violina shumë të këqija, me instrumente shumë të këqij. Të lodhur. Në jashtetit. Po jo, kanë pas, kushtojnë shumë shtrenjt instrumentet. Po mire dashu këtë violinën tënde magjike, aktuale, nuk do e kemi kështu në transmetim, kështu ndo një fragment vockën? Me më falë, për unë jam pa violinë këtë moment. Po si nafe, po pse më i dashu në le pa violinë sonte? Mos e ke problem fare, kalim të këfote e radhës. Mos e qaj kokën fare. S'ka problem, njëherë tjetër, jetës nuk i dijet, ja, violina sërish. Po, edhe këtu jam para një koncertit me kuartet. Kam edhe kuartetit, si formacioni, kam dediku shumë pjesë të jetës teme. Këtu jam të prit edhe vajzën, nuk shifet vajzën. Po presë edhe vajzën, okej. Të barku, por atë është. Unë besoj që person më të talentuar se vajza, nuk besoj që do të ketë. Se 9 muaj në për koncerte, live, andej, këndej. Po. Dhe tani vazhdon. Bashorti jam është flautist shumë i mirë, i shkëlqyshëm. Besoj që pse jo, mund të ketë edhe 2 instrument, apo jo? Flauti fillon një fje ma vonë. Okej. Po. Këtu jemi me një ikonë. Po. Këtu kam pas shumë qef, se kam e kënaqur se kam pas raport personal. Kjo foto vjen mas një gjysë orë bisedë me maestro Muti, Ricardo Muti. Është person shumë i këndshëm,
është me vërtet një gjë shumë e lartë me folë, me mujtë më naj me këto njerëz që kanë këtë bagazh kulturor. Çfarë njeriu duket kështu, maestroja, sepse në aparencë ta jep idenë një njeriu goxha të rënd. Në impaktin e parë kështu, nuk e di, ndoshta jam gabim po. Ashtu është, por me taman është person shumë me humor, shumë atëherë, Ricardo Muti ka lind vitin 1942-3. Atëherë kanë pas një edukat shumë të rrept. Disiplina në kulm, po. Disiplina në kulm, kështu që ato që na pretendojnë edhe nga tjerë këtë disiplinë. E kam qartë. Por është shumë i këndshëm. Do të thënë është shumë inteligjent, din me i trajtu njerëzit, nuk i trajton tan njësoj. Kur e shef që tjetri ka respekt për punën, ai ka qef vetëm që generacioni jonë të kenë respekt për punën që bëjnë. Sa e rëndësishme është ajo, patjetër. Shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Kur ai i shoh këto kualitete, ai është personi më i amël në botë. Se dallohet edhe nga mënyra se si është e marrë kjo foto shumë e këndshme, edhe dallohet edhe buzëqeshja e tij, nuk është nga ajo fytyra, nga ajo pamja që ne jemi mësuar ta shohim shumë herë. Këtu me i qetë, me i qeshur, me i ëmbël. Ja, shumë i këndshëm. Me i këndshëm, po. E përshëndesim, kalojmë tek një tjetër moment i përzgjedhur, një fotografi shumë interesante. Këtu jam në kuartet, më duket, du të me postu, nuk e shoh vetësh, nuk e shoh fotografiat. Pak larg fotografia, më fal. Po. Por, këtu jam me kuartet, një në koncertet që kam banë kuartet, edhe kjo është në San Carlo në Napolit, një në koncertet më të rëndësishëm që kam banë. E quan këshu ka një arsye të veçantë dashur? Nuk e maj mend. Jo, se besoj. Nuk e besoj se në stazhonin e San Carlos kanë zgjell kuartetin. Unë si violin e parë, violonçeli është violonçeli i parë, ka një kuartet shumë i rëndësishëm. Mirë. A do kemi këshu kuartetesh sërish? Në vijima, do kemi apo? Po, do kemi. Tash jemi të formu një tjetër, jemi në formacion. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Kalojmë tek një tjetër moment i përzgjedhur, shumë foto e bukur, pak larg edhe kjo foto, po s'ka problem. Në Budapest. Në Budapest, okej. Në Budapest, më duket. Po, se me kuartet kemi shku gjithandaj. Si arrin e dashur që ta menaxhosh familjen, dashurinë, fëmijët, profesionin, aktivitetet private, pjesëmarrja në shumë koncerte, si i menaxhon? Avash. Avash. Mirë, avash të kalojmë tek foto e radhës. Avash. Këtu jam në orkestër. Kjo është një koncert për vitin e ri. Me dirigentin ton që ka kanë atëherë. Ke qenë me nerva aty? Ke qenë nervoz aty? Jo, se besoj. Nuk e besoj. Nuk më duket. Mirë. Nuk më duket. Si ma vej dojnë Kam kënë nështë të pa partiturë. Te partitura, okej. Mirë, dashur. Sytë e partitura, kam me vëzhgim kësho. Me serios. Aty e fokusuar. Një tjetër moment në orkestër. Kjo është në Shkodër Teatri Mixheni. Teatri Mixheni në vitin duket 2018, me orkestrën e radios. Televizioni publik shqiptar, një aktivitet i zhvilluar në Shkodër. Në Shkodër, po. Edhe kjo ka moment shumë i bukur për si e dalloni dashur, si e dalloni emocionin e të qenurit, e të luajturit në violinë, të qenurit në një skenë në Itali, apo në përbotë, apo në një skenë në Shkodër, në Shqipëri, si dallohet si emocion, si e përshkruan dallimin? Po, dallohet një fije, sepse në përbot nuk është kërkush që të vjen me të pa, kurse në Shkodër ka kanë shumë e bukur, sepse kanë kurse në Shkodër vjen çdo kushit përshëndet. Kushit e mi, familja jeme kanë tanë kushit e mi, që disa s'm kishin pas një herë. Ose disa prej shumë ligjesh, po, është vërtet. Po, një moment shumë i bukur. Mirë e dashur. Një diçka tjetër? Këtu. Këtu jam me maestro Zubin Meta. Ku jeni këtu e dashur?
Edhe aty jemi në San Carlo. Në San Carlo, në Napoli, Po, në Napoli, për disa prova, nëpërmjet disa provave. Hiq bama e fotografie, më tha të veshi, se më thanë, sa violiniste mirë je, edhe ajo foto ka mejtë për mu me ato fjalë. Nuk i ndhihen fjalë, fatkeqësisht, po s'ka problem. I dëgjon fotoja. Ndre. Kaq. Mirë, dashur, kalojmë tek... sa e bukur. Kjo është foto e dasmes, më duket, po. Për ta heko vedin këtu, se shof më del si t'heko në vedin këtu. Shof gjysa fotografia. Ka problem që në transmetim del e plot, del perfekt. Jo, foton du me pa, unë foton, du me pa vedin tam t'y folë. Unë besoj që jeni tek... Po, ty dal nga ceremonia. Ty dal nga ceremonia, pasta po ishim martu. Sa bukur. Po. Kjo veloja, as e gjatë, as e shkurtër, shumë e pazakont, shumë e veçantë, shumë e bukur. Po, ashtu më erdhi, ashtu më tek. Një stil shumë interesant. Nuk e kam mendu shumë gjatë. Po s'ka problem, shumë e bukur, mua me pëlqen shumë. Faleminderit. Shumë e thjeshtë, shumë e bukur, shumë praktike. Edhe praktike se harrova. Po. Shumë praktike. Mire dashur, qa kemi tani? Tani do ndalemi. Kjo është foto e fundit që kemi përzgjedhur, përpara se ne të diskutojmë Eurovisionin. Tani të lutem fjala për ty. Kjo është vllai im i madh, Kola. Ne në familje thrasim Nikol. Kur para se mu martu, babi im nuk mujti marrë me më përcjell në dasëm, kështu që erdhi i takote vllait madh. E kam qartë. Ka kënë dhe jem është Kollaca, i Shkodrës elektronike. Që vetëm pak orë me pas do e kemi live. Po, shumë bukur. Do e kemi live edhe për ata arsye dashur miq, ne do të rikthehemi në këto momente në studio, zbashku me Cecilien. Dashur miq, për atë arsye e kemi lënë pikërisht foton e fundit, që ju ta kuptoni emocionin dhe rëndësinë edhe atë të veçantën surprizën e këtij emisioni, e kësaj puntate për natën e sotme, ku vetëm pak orë na ndaj nga finalja e madhe e Eurovisionit, aty ku Shkodra Elektronike, Beatricia bashkë me Kole na prezanton me të vërtet një ndër ato prezantimet më dinjitos prej shumë vitesh tashmë që Shqipëria merr pjesë në Eurovision, po prezantimi i kësaj here, i këtij edicioni ka qenë më i veçantë se kurrë. E dashur Cecilia tani na trego, pse ka qenë më i veçantë, si nga ana profesionale, se ti je muzikante, si nga ana familjare, sepse është Kola aty që do na prezantoj sonte bashkë me Beatricën. Tani na trego pak ato emocionet, dallimet nga ana profesionale, shoqërore, emocionale etj. Emocionet tani do hym tem tani. Qysh na kanë filluar qysh festivalin e këngës 63 në dhjetor. Në dhjetor. Aty, me thënë drejten, Kola na e qoj këngën përpara, na pëlqej shumë ne, por nuk na shkoi mendja se mund të fitojnë festivalin. Pse i dashur nuk besoje që nuk do fitonte? Po, Kola me Beatricën nuk kanë menu kur me marrë pjesë të festival. Ato e kanë menu për mi ba një fije publicitet disku që do dilte. E kam qartë. Si erdhi ideja e pjesëmarrjes në festivalin e RTS-s në dhjetor? Ke ndonjë informacion? Po, informacioni është se ato kanë prezentu një vetëm këngë, nuk e kanë interpretu para 2-3 vjetë që më duket në festival. Kënga tyne ka dole treta më duket. Masandaj, me këto, i ka thënë, po pëse s'po merë një pjesë ju vetë, mos ja nep një këngën kuj, më thënë, shkru një këngë tujen, edhe hajdeni, po mirë, kështu ka lind kjo ideja, kjo është informacioni. Po, si kotë kanë marrë pjesë, nuk ka se... Si kotë kanë marrë pjesë, e bukur kjo. Shkodra Elektronike ka vite që është krijuar, Beatricia dhe Kola janë bashkëpunëtor të vjetër, e kam idejnë apo jo? Më ndihmo pak me ndonjë informacion. 2019. Kanë 6 vite? Po, kanë 6 vite. Janë njofë dhe të dy kanë pas shef me ba një gja mi këngë të shkodrane të vjetra. Të dy kanë pas njajtën dëshirë, vllai Kola për punu nga ana muzikore dhe Beatricia me interpretu një mënyrë të vetën të saj personale. Ke ndonjë informacion? Cecilia, në për Facebook.
Ja njohën Facebook. Po. Mua më duken atë shumë perfekt me njëri tjetrin, si nga ato dy miq të vjetër shkodran të vjetër, nga atyre familje me taban qytetarë shkodrane, nga ato familjet e Kenëna, si e thash. Po është një kuriozitet, sepse gjysha e Beatrices është shumë shoqe me mamën teme. Edhe ato t'y bë muhabet një ditë, nuk e kanë ditë që fëmijët po organizohen me ba projekte edhe ka thënë, nuk e maj mend se gjysha e Beatrices apo mama ka është lidhë me një shqiptar, po edhe Beatrice është lidhë me një shqiptar. E ty fjalë mas fjalët kanë dalë që kanë fëmijët e tyne. Fëmijët e tyre për katës. Po. Dhe ato besoj që kanë një shoqëri shumë të mirë me njëri me tjetrin, kështu spakut atin pak t'japin. Po. Ka një shoqëri shumë të mirë. Mirë, fillimet në 2019 kanë patur disa shkëlqime në disa aktivitete. Pra, Kola është muzikanti, Beatrice është nga ana tjetër përveç se interpretuesja, është edhe bashk kompozitorja apo bashk kantautore si merret me tekstin Beatrice. Beatrice shkruan tekstet. Sepse teksti ishte shumë i veçantë apo jo? Tekstin e kësaj këngë ka shkruar pjesën e Beatrices e ka shkruar Beatrice, e ka menduar Beatrice, kurse pjesën që e reciton Kola e ka kompozuar një poet, po e thonë, shkodran, që e ka emrin Lek Gjeloshi, që jeton e punon në Shkodër. Që ne i përshëndesim fort se kanë bërë një kryevepër. Po. Ashtë me tamam teksti fantastik. Të them drejtën e shpitu, unë ka shumë vite që e ndjek edicionin e Eurovisionit, pas një herë me parë si këtë vit, këto e them këshu haptas publikisht, dhe ka qenë nga ato pikat shumë të dobta, sepse fillimisht ishte thjesht ideja që shqiptarë që jetojnë në Itali, që bëjnë ka shumë për qytetin e tyre, për shtetin e tyre nën, dhe ato krejt mirë, Beatrice me Kolën, krejt mirë mund të prezantonin flamurin italian, apo jo? Por që kam këngullur, fuqishën, jam impenjuar, kanë hargjuar, se duhet ta themi dhe këtë, apo jo? Se unë kam parë shumë të impenjuar si nga ana e Kolës, familjen e Kolës, po edhe familjen e Beatrices, sidomos nënën me qëndisjet me stilimin e fustaneve, uniformen e krejt e tjerë. Nana Beatrices e ka vesh Beatrice në qysht ditën e parë që kanë përpunu bashkë. Me vërtim, kur i kam pa hirën e parë, në 2020, thash sa bukur ka vesh Beatrice, me tamam shumë bukur. Edhe ta në kostumet e ta në veshjet, ja banë mama saj. Po, si e suporton ti si motër vlan? Pra, është një vëlla shumë special, jo vetëm për ty, për gjithë familjen tuaj është special për gjithë kënd tashmë, por ti si motër, vlan e mallë si? Na trego diçka më shumë, unë e di se tani po mbushesh edhe me emocion, deri tash ishi duke folur mirë ti. Po vllai, të shtim pyete mu në fillim kujtimet e mia fëminore. Edhe deshta me than vllajin, por s'deshta me ta prish surprizën. Kola ka studiu në Shkodër piano, edhe një ndër kujtimet e mia më të bukura janë kur unë i bi me Kolën, të shi nuk e kap një fotografi, nuk e adash. Ka problem, nuk ka gjë. Kam fotografi unë e vogël me Kolën që i bishim në koncert bashkë në shkollën e muzikës. Këto janë, më thënë, po, shumë bukur. Kështu që Kola, si nuk e di, më thënë, që me të thanë, si me thanë... Si keni relacionin, si keni marrëdhënien vëllai e motër aktualisht? Sa të lidhur jeni njëri me tjetrin? Jemi voja gitë lidhën, nuk jemi në ato që telefonona kry për çdo ditë. Dihet, këto ditë po. Por... Këto ditë që qilja ja këtu mbi Kolës. Jo, Kola ka një gjanë shumë pozitive, që nuk hup kur. I shkruan ke nevoj për te, Kola, mas shumë pak kosh është gjithmonë prezent. Kjo është një gjanë fantastike. Bravo. Po. Bravo. Me vërtet është fantastike. Kola është si një babi dytë për mu, sepse është vllai më i madh,
çdo gjë që un kam gjithmonë e kam bisedu me Kolën. Fantastike. Çdo hall që kam pas, e çdo mendim që kam në dyshim në gjë gjithmonë flasim me Kolën. Edhe ai ashtu mendimet e veta, dyshimet e veta, kuptot, gjërat e natyrisht. veta. Mirë dashur, do na tregosh se kam shumë kënaqësi, kam shumë dëshirë, besoj që edhe në emër të teleshikuesve që na ndjekin në këto momente, pikërisht emocionin e natës finale kur ju keni marrë pjesë, nuk e di a ke qenë ti prezent në dhjetor në festival kur Beatrice dhe Kola kanë marrë çmimin e parë? Si do na përshkruash emocionin? Tanë këto gjana nuk na ka shku mende se mund të fitojnë. Të shi e dim, tha masa i na që s'kam ken aty, por janë gjana që nuk parashikohen. Jo, është e vërtet. Jo, e kemi jetu, unë jam emocionu shumë. Patjetër, ne kemi qarë, jemi shkëshyer duke qarë, derisa më rritën tash në finale në Eurovision. Unë kam kja disa herë, edhe kur ma vonë e kam një prapë kur i kanë shpallë fituz, gjithmonë, të shumë mësume, por prapë, e kam ditë se do të vinë Eurovision, por se po kanë kaq shumë sukses, nuk e kena prit. Nuk e kena prit. Është surprizë, ka surprizuar çdo kënd, në çdo shtet që kanë shkuar, çdo kund që është interpretuar kënga e tyre, është shumë breslënse. Nuk e di nëse je e informuar, ke parë, ke ndjekur lajmet e televizioneve ndërkombëtare anë mbar Europës, se sa interpretime, se sa gjëra interesante, një emocion shumë i jashtëzakonshëm ka qenë vetëm 2 ditë më parë, mos gaboj unë, kur një gazetare, nuk e di, nëse zgaboj të lutem më korrigjo nga Ukraina, po i këndonte këngën. Po, ka këndonte, po, e kam emocion, s'ka ndodhur kurrë më parë. Po, të shti, vajza jem e vogël, që jashtë të ndjek Eurovisione me një entuziazëm të tmerrshëm. Daja. Daja, e vet, e ka ndjek Daja, por ka fillu, të shti, i pëlqejnë edhe këngëtarët e tjerë. Edhe i pëlqen për shembull norvegjezi që është 19 vjeç. Është si fëmia ai këngëtari norvegjez. Edhe shumë i ri, po, është vërtet. Po, kur e ka pa, Kyle e ka emrin, të kënu këngën shnrit dajs dhe vetë, është shkri krejt nga qefi. Është shumë e vërtet. Ka ndodhur diçka që nuk ka ndodhur më parë, dhe kjo me të vërtetë është shumë interesante. Mirë dashur, si do na përshkruash mbështetjen që ke dhënë gjatë gjithë kësaj kohe për Kolën dhe për Beatricen, dhe pastaj do kemi edhe diçka tjetër, çfarë do bësh sa të mbarosh puntata tani deri në orën 9? Cile do tjetë? Sante, do kemi bagadi shishen këtu me vedi. Shishen, do të shtrojmë tavolinën, do të lidhen, atishti fatkeqësi si jemi lërgë, do të lidhemi me familjen teme, edhe besoj se do të shohim puntatën bashkë me telefonat nezun. Patjetër. Si kemi mbështetur Beatricen dhe Kolën, deri tani? Kemi mbështetur, ty i tregu entuziazmin dhe dashnin që kemi për ta, edhe besimin që dhe me thanë, edhe në kjo se sfitojnë nuk është shumë, kënga atyre është shumë e bukur. Shkodra e ka një vedin të mlellën me këtë këngë, edhe kjo është fitoria më e madhe për ne. Se duhet edhe ta theksojmë, Cecilia, duhet ta theksojmë e dashur që si Beatricia, si Kola kanë shumë vite që jetojnë në Itali, apo jo? Unë do të kisha dëshirë që ti të ndihmoje saktësisht sa vite ka Beatrice dhe sa vite ka Kola që jetojnë në Itali? Kola është si unë, qysh vitin 92 në Itali, kurse Beatrice në vitin 97. Beatrice ka qenë 6 vjeqe, kurse Kola ka qenë 20 vjeq. Imagjino sa vite. Ka ardhë me ba universitetin, Kola ka edhe laurea d'università, nuk e thot kur se nuk ka interes me thanë, por është laureato në scienze politike në Itali. Dhe me thanë, por ka ndjek gjithmonë me kokë ngullësi muzikën, me shkru muzikë. Po mirë, cila ishte lidhja që ka kryer shkenca politike dhe është i apasionuar në maksimum me muzikën dhe kur nuk e kemi parë Kolën në politikë? Jo. Ashtë por, Kola nuk është impenjum në politikë, por është person që lexon, në gjona shumë, dhe me thanë, person me një nivel kulturor shumë të lartë. Patjetër, as bëhet fjalë fare. Dhe mënyra se si e kanë përzgjedhur prezantimin e këngës,
do të kisha dëshirë të na tregoje ndonjë informacion edhe më të detajuar, më konfidencial, nëse ke diçka që mund të na tregosh më hollësi. Për Eurovision, në? Po, sepse më ka bërë shumë përshtypje në mënyrën se si Beatricia përshtatet me Kolën dhe Kola komplet në një botë tjetër dhe vjen tek bota e Beatrices, ndërthyrja e tyre është në perfeksion, nuk e di. Po, është këngë që... Po, teksti ndihmon me e kuptu edhe këtë gjë. Beatricia është ana që shpreson, ana... po mbaron bateria, edhe pak. Jo, të lutem, jo, mund të keqen, se do mbarojmë intervistën. Po, du të mos postu pra unë. Beatricia është ëndra, kurse Kola është realiteti. Kola është realiteti. Kola realiteti. Për të shte hupa diskursën, që ishim të thënë. No, nuk ka problem, po të tregoja që në mënyrën se si Kola dhe Beatrice lidhen njëri me tjetrin, ndërthuren aq bukur në këngë sa me të vërtetë është mbreslënëse, sepse Kola është duket, pra ajo çka paraqitet në këngë duket sikur Kola është në një botë komplet tjetër dhe Beatrice është në një botë komplet tjetër dhe kënga, magjia e saj i ndërthur në mënyrë të jashtëzakonshme të dy së bashku. Po, teksti e spjegon këtë ndërthyrje edhe muzika e spjegon këtë ndërthyrje. Dhe më thënë, funksionon nga të gjitha anët kjo këngë. Funksionon nga ana e paraqitjes, nga ana e muzikore, nga ana e domethëniesja e këngës. Ta në gjatë funksionojnë. Është më vërtet magjike se si funksionojnë tanë këto anë. Si e kanë arritur që ta realizojnë shpejt e shpejt se nuk dua që bateria të përfundoj, si e kanë arritur mendon ti si motor që Kola dhe Beatrice kanë arritur deri në majat e këtij suksesi. Si kanë ndërthurë, si mendon ti si motor që puna atyre, ndërthurja atyre ka qenë ideale dhe kanë rritur deri këtu? Unë mendoj që Kola edhe Beatrice janë, kanë talent. Ajo dihet që pa talent nuk mund bëj. Pa diskutim, as që diskutot fare. Zani Beatrice është shumë za i bukur. Edhe kënon me vërtet që të lënë mresa. E kanë shumë talent, por edhe pa punu, pa sakrifica nuk bëhet kurrë. Beatrice me Kolën ka vite që punojnë në mënyrë, domethënë ato nuk e kërkojnë suksesin, nuk i intereson fare suksesi. Sidomos njoh shumë më mirë Kolën, ajo dihet se e kam si vëlla. Kuptohet, natyrshë. Ai, domethënë, ka qejf vetëm me kompozu këngët, me u marrë me muzikën, nuk është se thot dusu, nuk e ka mendu fare. Prandaj kjo gjë ka mrit deri në këtë pikë, sepse janë të dy që e bajnë vetëm për dashninë që kanë për muzikën, për dashninë që kanë për vendin e tyre, pa pretendime. Janë të thjesht të dy, nuk, për shembull, Kola nuk ka tatuazhe, nuk ka edhe Beatrice, nuk janë, domethënë nuk i ulen kanoneve të këngëtarëve që donë me ba. Ndoshta një vëmendje të impostuar, po. Po, ato donë vetëm me ba muzikën e tyre që i pëlqen, edhe kaq. Si ka arritur Beatrice dhe Kola pikërisht në realizimin e një këngë me kaq shumë detaje dhe shumë element të ndërthurës bashku? Ke ndonjë informacion? Po, Kola dhe Beatrice kanë bërë këngë tjera, nuk është kënga parë që bajnë. Po kjo është më fantastikja. Kjo është më fantastikja, por kjo është, se më thanë, ka të marrë pjesë në festivalin e Tiranë, e Shqipërisë. Atëherë puna tyne ka dalë në parë. Komisioni i Shqipërisë e ka kuptu, domethënë vlerësimin e kësaj këngë, dhe në Shqipëria, publiku shqiptar e ka kuptu, edhe si mas me publiku shqiptar nuk donë me këngë zakonshme. Donë që kënga tyne diçka të jashtëzakonshme. E shqiptarëve. Po. Donë që t'jenë përfaqësuese, por jo përfaqësuese nga ana eksteriore, nga ana e brendshme.
por unë besoj, jam shumë e sigurt në atë që po them, që besoj që ja kanë arritur. Kanë mbritur në finale, kanë qenë të dytët në radhitjen e kandidat për në finale, ka qenë një emocion i papërshkrueshëm dhe unë absolutisht gjithë shqiptarët nga do që e kanë ndjekur anë mbar botës kanë qenë në pozicionin tim pa diskutim, jemi emocionuar gjithë, pra nga gjysmë finalja në finale dhe që të kualifikosh në finalen e Eurovisionit pikërisht e dyta në radhitje, besoj që është një tjetër element shumë i rëndësishëm, apo jo? Po, shumë. Gjatë që se kemi menduar asnjëherë. E dashur, një shumë e bukur. Patjetër, dhe që duam të jetojmë, duam të jemi sërish të pozicionuar tek ajo ëndër, nuk duam të zgjohemi nga ëndra. E shqyqyr që po fill, akoma kemi kohë me... Ja, tani më duhet të shkputemi, sepse nuk duhet që të mbajmë, sepse ti ke impenjimet e tua dhe janë mëse të pranueshme, sepse është emocion i madh. Sonte vllai yt Kola është bashkë me Beatricen në skenën magjike të Eurovisionit, një përfaqësim i jashtëzakonshëm i Shkodra Electronics, është me të vërtet e jashtëzakonshme, s'ka ndodhur kurrë më parë, një pritje, një suportim nga shumë shtete të Europës dhe kjo e bën edhe më të veçantë patjetër. Tani, se çka të them unë ty, nuk kam çka të them më. Emocionin paka shumë do e di. Emocionin, mesazhin do e di, por se si do na i përcjellë dhe shtit tek ne në këto momente nuk e di. Tani fjala për ty, urimi, mesazhi, gjithçka është vetëm për ty. Unë i uroj Shkodrës Elektronike një sukses të pafund, sepse Shqipëria e meriton. E shqiptarët jashtë shtetit bajnë tifo edhe meritojnë. Bënja shtetit. Pa diskutim që ne po mendojmë si në Itali, në Amerikë, në Francë, në Gjermani, këtu, gjithandej, anë mbar botës ku ka shqiptar, po jo vetëm këtu, gjithandej kuptoj që çdo vend i botës ku janë pozicionuar shqiptarët sytë sonte janë vetëm në Eurovision dhe unë i bëj thirrje publike që shqiptarët ta përkrahin Beatricën dhe Kolën, sepse o sot o kurrë kemi një grup që e ka përfaqësuar Shqipërinë, nuk duhet kursesi, nuk jemi këtu për të gjykuar prezantime të mëparshme, asnjëherë nuk është detyra jonë, por që ky është prezantimi më dinjitos që edhe mediat e huaja e kanë cilësuar si të tillë, kështu që ne do vetëm thjesht po përsërisim informacionet e shteteve të ndryshme që na kanë dhënë deri tani, kështu që duke qenë se ne i marrim përballë këto informacione që janë transmetuar që këtë vit prezantimi i Shqipërisë ka qenë shumë i veçantë, shumë më dinjitos se vitet e shkuara. Kështu që ju urojmë një fitore, nuk di, tani na ka kapur edhe emocioni, pale. Ja që unë po të korrigjoj aty për emocione. Unë po thoj aty që ti ke emocioni, ja shiko mua tani. Tani, do urojmë që të kemi Eurovision 2026 në Shqipëri? Nuk e di hiç, por megjithatë ka një rrugë shumë e bukur me ecë. Rruga e Eurovisionit. Inshallah. Patjetër. Beatrice Kola, Shkodra Electronics, suksese pafund, ne ju duam gjithmonë, por do t'ishte e mira që atë fitoren e madhe të Eurovisionit ta çonit në Shqipëri dhe të kemi një Eurovision 2026 pikërisht në Tiranë. You never know, we never know, kështu që të shpresojmë edhe pak orë. Kola ka thënë, po e mylli unë pra me një fjalë shumë të bukur që ka thënë Kola. Ashtu. Masi ja fillu me këtij muhabet, po e çojmë deri në fund. Unë jam shumë dakord me Kolën. Jam shumë dakord. Përshëndes e dashur, edhe shumë suksese. Edhe shumë suksese na i përcjell Beatrices edhe Kolës, urimet më të mira nga studioja personazhal, nga Albuquerque TV dhe transmetoj gjithë emocionet tona dhe janë të mirëpritur këtu në Londër me intervista, me koncerte, pse jo. Faleminderit shumë, faleminderit. Ciao zemër, e kalosh mirë, suksese pafund. Faleminderit.
Faleminderit. Dashur teleshikues, na ndajnë vetëm pak orë nga finalja e madhe e muzikës europiane, pikërisht e Eurovisionit, duke shpresuar që Shkodra Electronics këtë herë të qëllojë. Pra, të fitojmë dhe të kemi një Eurovision në Shqipëri, do të ishte një mrekullim vete, do të ishte një kënaqësi e veçantë për çdo shqiptar anë mbar botës. Që të kemi një Eurovision 2026 në Tiranë do të ishte me të vërtet arritje e padiskutueshme. Shumë suksese Shkodra Electronics, ne do të jemi sërish së bashku, dashur miq, të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.